Mirë se veni në magazinën informative 21 drejt për drejt. Minutat vijos do të ndjekim zhvillimet kryesore në vende më gjerë, ndërsa në pjesën tematike do të diskutojmë rreth vazhdimit të blokadës në kuvende dhe pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese. Presidentja e vendit, Vjosa Osmani, u ka kërkuar subjekteve politike që të respektojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese për konstituimin e kuvendit. Presidentja ka paralajmëruar se do t'i ftoj liderët e partive politike në takim, por në skenën politike ende nuk ka shenja për një marrëveshje të mundshme për dalje nga ngërçi në kuvend sipas udhëzimeve në aktvendimin e gjykatës kushtetuese. Qëndrimet kanë mbetur të njëjta. Lëvizja Vetëvendosja insiston në krijimin e komisionit për votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Partitë e opozitës kundërshtojnë dhe paralajmërojnë aksione para dhe jashtë kuvendit. As pas 4 ditësh të publikimit të aktgjykimit të gjykatës kushtetuese për konstituimin e kuvendit, e cila u ka bërë thirrje deputetëve të parlamentit që brenda 30 ditësh të konstituojnë këtë institucion përmes një konsensusi politik të krijuar nga partia e parë parlamentare Vetëvendosje, nuk ka pasur nisma për ndonjë marrëveshje politike. Për shkak të blokadës politike, presidentja Vjosa Osmani ka paralajmëruar takime me përfaqësues të partive politike. Këshilltari për media i presidentes Bekim Kupina i tha televizionit 21 se presidentja mund të i drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarime shtesë. Presidentja Osmani do t'i ftoj liderët e partive politike në takime në ditët në vijim. Presidentja pret që partitë e përfaqësuara në kuvend ta zbatojnë aktgjykimin e gjykatës kushtetuese dhe të përfundojnë seancën konstituive brenda 30 ditësh, siç ka kërkuar gjykata. Nëse paraqitet nevoja, presidentja mbetet e gatshme t'i drejtohet gjykatës kushtetuese për sqarime shtesë. Por pavarësisht vendimit të gjykatës kushtetuese dhe paralajmërimeve të presidentes Osmani, kryetari i Vetëvendosjes Albin Kurti ka thënë se nuk heq dorë nga kandidatja e tyre Albulena Haxhiu, pa u testuar zgjedhja e saj edhe me votim të fshehtë. Kompromisi tjetër është ofruar një anshëm nga kandidatja jon Albulena Haxhiu, e cila, siç e dini, ka deklaruar të premten që nëse nuk votohet me votim të fshehtë, nuk do të ketë nevojë të votohet 2 herë për të. Ajo tërhiqet. Le të aprovojmë votimin e fshehtë. O fiton Albulena, o ne e sjellim një emër tjetër. PDK plus LDK nuk bojnë sa Vetëvendosja. Kjo është fakti jetës. Deputeti LDK-s Krenar Xhaferi akuzon Kurtin dhe Vetëvendosjen për shkelje kushtetuese. Sipas tij, gjykata në vendimin e saj ka qartësuar se tentimi për votim të fshehtë nuk është paraparë në rendin e ditës të seancës konstituive. Kjo zhagitje përveç lëvizjes Vetëvendosje nuk i konvenon askujt. Dhe me të vërtet unë kujtoj që kjo nuk duhet i konvenoj askujt në realitet, sepse nuk kemi as plane dinamike, as strategji konkrete të zgjidhjeve me probleme me të cilat ne ballafaqohemi dhe jemi rënë në një ngërç politik i cili kalohet vetëm me vullnet politik. Gjatë seancës të së dielës, deputetët e ish opozitës protestuan me rrahje të tavolinave duke kundërshtuar procesin e votimit për krijimin e komisionit për votim të fshehtë. Aksionet të ngjashme dhe largim nga seanca ka paralajmëruar edhe në ditët në vazhdim deputeti i LDK-s Krenar Xhaferi. Nëse seancat parlamentare fillojnë në këtë formë cilën vetëm kanë filluar, atëherë mund të ketë edhe dalje prej seancës, sepse nuk ka asnjë kuptim me vazhdu në një seancë e cila është në shkelje të kushtetutës. Analisti politik Albinot Maloku vlerëson se gjykata kushtetuese në aktgjykimin e saj ka përdorur gjuhë shumë profesionale për të kuptuar nga 48 deputetët e Vetëvendosjes. Sipas tij, vazhdimi i blokadës politike i konvenon Kurtit. Pretendohet të gjenden metoda shpjeguese, kurse dihet mirëfilli që kemi të bëjmë vetëm me një çështje, që është marrëveshja politike me subjekte politike për të ecë përpara drejt themelimit e institucioneve të Republikës së Kosovës. Derisa nuk kuptohet ky mesazh, kjo nevojë dhe kjo formulë nga i pari pas procesit zgjedhor, vështirë se do të mund të kemi ndryshim pozicione, ndryshim të situatës politike në vend. Të martën është tentimi i 40 për konstituimin e kuvendit.
Mbi 50 organizatat shoqërisë civile kanë kërkuar që kuvendit të mos mbahet peng në një reagim të përbashkët në të cilin u tha se blokada institucionale po e cënon rendin demokratik, ndërsa e konsiderojnë të domosdoshëm aktgjykimin e gjykatës kushtetuese. OJC thonë se ajo theksoi se kjo procedurë është e sankcionuar nga kushtetuta. Rregulloria e kuvendit dhe praktikat parlamentare të konsoliduara ndër vite dhe çdo devijim nga ato përbën shkelje të rendit kushtetues. Gjykata theksoi se partia fituese e zgjedhjeve ka të drejtë të propozojë kandidatin për kryetar të kuvendit, por kjo e drejtë nuk është absolute. Ajo është e lidhur ngushtë me detyrimin për të ndërtuar shumicë përmes bashkëpunimit me grupe tjera parlamentare, thuhet në reagim. Kryesuesi i seancës konstituive të kuvendit, Avni Dehari, ka devijuar nga rendi i dakorduar, ka shtyrë procedurat, ka propozuar një komision për votim të fshehtë pa bazë ligjore dhe ka lejuar përbërjen e tij pa përfaqësim adekuat të partive të tjera parlamentare, thonë organizatat e shoqërisë civile. Kjo përbën një ndërhyrje të papranueshme në procedurën e konstituimit të kuvendit, si dhe është cenuar parimi i përfaqësimit të drejtë parlamentar, duke shndruar këtë proces në një veprim një partijak dhe jo konsensual, thuhet në reagim. Me veprimet e tij, OJC konsiderojnë se Dehari nuk ka qenë një lehtësues i procesit demokratik, por është shndruar në instrument të blokadës. Për të diskutuar më gjërësisht rreth aktgjykimit të gjykatës kushtetuese dhe veprimeve të forcave politike të përfaqësuara në kuvend pas këtij vendimi, i ftuar në studio është Melos Kolshin nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Melos, mirë se erdhe në studion tonë. Faleminderit Leonora, mirë se u gjatëm, faleminderit për mundësinë dhe ftesën. Po, pam edhe një reagim të 50 organizatave të shoqërisë civile për blokadën e krijuar në kuvend, ku posaçërisht apostrofohet zotri Dehari, kryesuesi i seancave për blokadë, që nuk është një lehtësues, po ka bërë shkelje të procedurave. Çfarë mesazhi mund të jetë ky për institucionet, për kuvendin, për deputetët që edhe pas aktgjykimit të gjykatës kushtetuese nuk ndruan qëndrim, blokada po vazhdon? Atëherë Leonora, kuvendi i Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë ashtu përfaqësuese dhe një institucion pa të cilin realisht nuk funksionon thuajse asnjë hallkë shtetërore për arsye të mbikëqyrjes të cilën kuvendi i bën ekzekutivit, e po ashtu edhe kompetencat e tij të tjera të cilat janë të garantuara me kushtetutë rregullore të kuvendit, e po ashtu edhe me ligjet të cilat janë në fuqi. Realisht ne jemi në një situatë të paprecedent, jemi në një situatë e cila është një situatë e cila po vështirësohet dita ditës dhe po krijohen praktika të reja ashtu, dhe kjo praktike e dëmshme po vazhdon dhe po zgjatet dita ditës. Situata e tillë ka qenë një situatë jashtëzakonisht e paimagjinuar, sikur nga aktorët vetë deputetët, po ashtu nga subjektet politike, po ashtu nga ne si shoqëri civile, po ashtu nga secili qytetar. Qytetarët e Republikës së Kosovës në momentin kur kanë dalë në zgjedhje kanë pritë që ata të përfaqësohen nga deputet dhe të deputet mos të jenë bllokues të konstituimit të kuvendit, për arsye që konstituimi i kuvendit po na përball tashmë me pasoja jashtëzakonisht të rënda, si në rrafshin e brendshëm ashtu edhe në rrafshin e jashtëm, të cilat mund dhe do të kemi mundësinë që të diskutojmë në këtë edicion. Po ashtu një situatë e tillë është një situatë e cila po e zbeja dhe besimin e qytetarëve në institucionet publike, posaçërisht në institucionin përfaqësues që është Kuvendi i Republikës së Kosovës. Reagimet e tona, joni si Instituti i Kosovës për Drejtësi, po ashtu edhe nga organizatat e tjera të shoqërisë civile dhe po ashtu reagimi sotëm është vetëm një vazhd reagimeve tona të shumta. Ne kemi pas edhe aksione të ndryshme para kuvendit, edhe po ashtu edhe protesta dhe aksione simbolike para kuvendit të Republikës së Kosovës, në mënyrë që të kemi sa më shpejt një kuvend që të konstituar, që tregojmë deputetëve rrugën se që duhet realisht të ndjekur, deputetët të lënë anash ato inatet dhe interesat politike partijake, e që të kemi një kuvend të konstituar. Andaj reagimi nga ana e shoqërisë civile ka
qeni pashmangshëm për arsye të nevojës ekstreme e cilave se tashme dim ato pasojat të cilat jemi duke u përballur. Prej më shumë se 2 muaj e gjysmë ne nuk kemi një kuvend të konstituuar dhe vendi po qëndron pa një kuvend. Andaj ky vakum institucional po ndikon drejt për drejt në institucionet, në funksionimin e tyre, po ashtu edhe në të gjitha hallkat e sistemit. Po ashtu ne kemi edhe një situatë tashmë të rinë prej seancës së kaluar të kuvendit ku pas gjykimit të gjykatës kushtetuese realisht ne kemi është mbajtur një seancë dhe ajo seancë sikur edhe seancat e tjera ka dështuar dhe ka rezultuar jo pozitivisht. Praktika njëjtë skenari, njëjtë përsëri pati një përpjekje për themelimin e komisionit për votim të fshat, gjë që dështoj ashtu si shpritet për shkak të refuzimit të partive të tjera në kuvend. Do se vendimi i gjykatës kushtetuese jep interpretime të rëndësishme në përgjigje ndaj ngërçit. Prap kalon disa aspekte si subjekt debati. Çfarë tha kushtetuesja? A është e rëndë kjo gjuhë e rëndë për të kuptuar nga përfaqësuesit në kuvend, apo ka nevojë për një përkthim ekstra, apo po e përshtatin sipas nevojave të tyre partit politike? Çfarë është në pyetje në këtë situata? Ka qenë e pritshme kjo? Gjykimi i gjykatës kushtetuese është i njëjtë, mirë po interpretimet nga subjektet politike janë të ndryshme. Kështu që kjo situatë është prapë një situatë e re e cila është duke na ndodhur dhe jemi duke përjetuar, por gjykata kushtetuese ka thënë që dhe ka riseksuar se partia fituese ka të drejtën që ta propozojë kandidatin për kryetar, mirë po kjo e drejtë nuk duhet që të kalojë në abuzim nga ta. Dhe kjo situatë dhe gjykata kushtetuese në gjykimin e saj si kryefjalë ashtu gjithherë përdorat bashkëpunimin mes partive politike dhe se ky është zgjidhja dhe çelësi i secilit problem i cili problem tashmë jemi. Kështu që gjykata kushtetuese kërkon nga partitë politike që të gjejnë rrugën për të vetë konstituuar për arsye që është e drejtë dhe detyrë dhe përgjegjësi e deputetëve që ta gjejnë këtë rrugë, mirë po nuk jep ndonjë rrugë zgjidhje, po ashtu e kemi edhe afatin 30 ditore në të cilin gjykata kushtetuese ka përcaktuar dhe që ky afat ka qenë ashtu një risi e këtij aktgjykimi, megjithse Instituti i Kosovës për Drejtësi gjithherë ka thënë që ajo dispozitat në Kushtetutën e Republikës së Kosovës ku kuvendi duhet të konstituohet 30 ditë, domethënë ai afati 30 ditë, ne gjithmonë kemi thënë që ai afat duhet që të shihet si një udhërrëfyes apo si një orientim, ose si një pikë orientuese për deputetët dhe këtë tashmë dëshmoi edhe gjykata kushtetuese duke përcaktuar si afat të rregullt ku kuvendi duhet të konstituohet brenda këtij afati kohor. Mirë po diçka që nuk është e plotësuar këto dhe që dallon çka dallon nga gjykimet e gjykatës kushtetuese të tjera, që gjithherë gjykata kushtetuese në gjykimet e saj të tjera në raste të tjera ka përcaktuar edhe një rrugë se çka tutje. Mirë po në situatën e tanishme ne nuk e kemi një rrugë se çka nëse nuk konstituohet kuvendi brenda 30 ditëve dhe kjo lë patjetër që lë hapësirë ashtu për interpretime, megjithse kjo situatë do duhet që të shihej nga deputetët si një detyrim të cilët ata e kanë edhe në bazë të kushtetutës, për arsye që vendimet e gjykatës kushtetuese janë të detyrueshme për të gjitha institucionet, për të gjithë shtetarët në bazë të Kushtetutës së Republikës së Kosovës. Andaj një situatë e tillë dhe një rregullim i tillë do duhet që të shihej nga deputetët e kuvendit si një detyrim i tyre kushtetuese që nuk duhet që të lëshohen në interpretimet e tjera, por patjetër që duhet që të gjejnë rrugë dhe që të gjejnë një marrëveshje në mënyrë që të konstituohet kuvendi, për arsye që ashtu ndërlidhja e partisë fituese apo kokforcia e partisë fituese në këtë rast, po ashtu edhe mos pasja e vullnetit nga partitë e tjera për një bashkëbisedim ose për një mundësi për zgjedhje. Për zgjidhje realisht është një situatë e re dhe cila po e rritat ashtu atë krizën në të cilën vetë jemi, për arsye që secili deputet dhe secili subjekt politik duhet që ta ndjejë veten përgjegjës për këtë situatë në të cilën jemi dhe që patjetër nuk duhet që ta presin këtë 48 orëshin, por që duhet që të takohen në mes të këtyre 48 orëve, që në mënyrë që kur të vije seanca, atëherë seanca të vije me zgjidhje, por jo me paraprake politike, patjetër marrëveshja atë në këtë situatë në të cilën jemi, patjetër që po e shohim si të rrugës që edhe ndoshta edhe kryetari i kuvendit të vihet në një marrëveshje politike nga subjektet e ndryshme, për arsye që
një situatë të tillë nuk mund ta dërgon askund për arsye që e kemi partinë fituese që nuk po lëshon pendër sa partitë e tjera ish opozitare, të cilat patjetër edhe po ashtu nuk po lëshojnë pek, kështu që kjo situatë është një situatë jashtëzakonisht shqetësuese dhe që nuk po na lë që të kemi një kuvend të konstituar në mënyrë që të kemi ato benefitet e tjera të cilat vijnë nga kuvendi i Republikës së Kosovës që është i konstituar. Tash ndalemi tek pak te pika e komisionit dhe votimit të fshet. Sepse aktgjykimi nuk e precizon saktësisht si duhet veprohet në situata të tilla, përveç se thotë se deputetët janë të obliguar në përpjesëmarrje në votim në konstituimin e kuvendit me pro, kundër ose të abstenojnë, por dhe pikrisht kjo çështje ka lënë hapësirë për interpretim dhe prap po vazhdon debati kush ka të drejtë, a ka të drejtë lëvizja vetëvendosje partia fituese apo kanë të drejtë partitë e tjera politike që po e kundërshtojnë. Lidhe me këtë çështje thotë që nuk parashihet në kushtetut fakti që kuvendi duhet që të konstituohet në votim të hapur apo të mbyllur, mirë po realisht vetëse e shtron një rrugë për zgjidhje të metutjeshme duke thënë që duhet që të shihen praktikat e mëhershme. Praktikat e mëhershme gjithherë thonë që është votimi i hapur, kështu që i lënë sipas kushtetutës dhe po ashtu deri në këtë legjislaturë që po insistojnë ta, po nuk ka pas votim të fshat për kreun e kuvendit, bë gjithmonë është shku me një marrëveshje paraprake politike për kreun dhe pastaj për nënkryetaret e tij. Por gjithherë këta dy kanë qenë ndarë, as kryetari dhe nënkryetaret. Po ashtu këtu desha ta ndërlidh edhe faktin me takimin e 8 prillit, se kjo situatë ashtu siç niset kuvendi, ashtu ose seanca ashtu duhet edhe me u përfundu seanca konstituive. Takimi i 8 prillit 2025 mes të ish-kryetarit të legjislaturës së kaluar, zotërit Konjufca dhe subjekteve politike nën kornizat kushtetuese patjetër, që ishte ajo formimi i rendit të ditës ose hartimi i rendit të ditës për seancën konstituive. Në takim është dakorduar që seanca konstituive tjetë në votim të hapur dhe mandej kjo duhet patjetër që të vazhdohet dhe ajo ndërhyrja nga zotri Dehari, siç edhe kemi cekur, që ta ndroj rendin e ditës pa konsultime është patjetër një shkelje radhës e cila nuk do duhet që të ndodhte për arsye që seanca konstituive është nisur, sikur që është domethënë pajtim edhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese që thotë me praktikat e mëhershme, por edhe kjo seancë domethënë është nisur me votim të hapur dhe kjo situatë është vendosur në rendin e ditës dhe patjetër që do duhet që të vazhdonte me këtë ritëm, por jo që të ndryshohet në mes të rrugës për arsye që kjo në parashihet. Është lëvizja vetëvendosje, partia fituese sipas jush? Këtu se përket ashtu kush është fajtor këtu rolin kryesor ose të kësaj situate patjetër që ka kryesuesi i seancës, i cili është zotri Dehari, i cili kryesuesi i seancës, sa i dihet që punon me direktiva të partisë, nuk janë vendimet e tij vetanake. Po patjetër që përgjësin më të madhe në këtë situatë ka partia vetëvendosje, në përgjësi të kësaj sage të kuvendit e cila vetëse nuk po i shihet fundi, mirë po patjetër që përgjësia dhe vendimet patjetër që i merr edhe kryesuesi i kuvendit, se kryesuesi i kuvendit nëse veç dëshiron, ai mundet që ta ndërprej ose mundet që ta patjetër që mos ta procedoj tutje një situatë antikushtetuese dhe antiregulores kuvendit. Kështu që patjetër që çdo vendim në kundërshtim me rregulloren dhe me aktgjykimin e gjykatës kushtetuese nuk do duhet që të shihej si opsion i kryetarit ose kryesuesit realisht të kuvendit, për arsye që një benefit i tillë për kryesuesin e kuvendit është pse ai është më i vjetri për nga mosha, por jo pse është i partisë fituese ose diçka e tillë, se për arsye që nëse ne do të kishim një më të moshuar në kuvend, më të moshuar realisht se zoti Dehari, ai do ta merrte. A mendoni se do të kishte vepruar kështu apo situata do të ishte krejt ndryshe? Atëherë nuk mund të paragjykojmë lidhe me këtë çështje, mirë po patjetër që ne do presnim që kryesuesi i kuvendit mos t'i shërbej, që mos bëhet instrument i kalkulimeve partijake i partisë nga të cilin vjen, për secilin kryesues, por kryesuesi i kuvendit të shtyj përpara agjendën legjislative, të shtyj përpara rregullimet të cilat rregullohen me rregulloret e kuvendit në mënyrë që sa më shpejt që të kemi një kuvend të konstituuar. Kemë pas raste kur edhe kryesuesi e ka
mbyllë dhe seancën realisht pa pasur një votim fare, ose duke u bazuar vetëm në deklaratat e krerëve të subjekteve politike, që bie ndesh me mandatin e lirë të deputetit, për arsye që deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës nuk i nënshtrohet asnjë mandati detyruese, madje as vendimeve të partisë ose të kryetarit të grupit parlamentar, kështu që patjetër që duhet që të provohet duke votuar nga deputetët e jo të parashikohet duke thënë që nuk, siç po shihet, nuk kalon komisioni ose çka do tjetër, dhe patjetër që duhet që të hidhet në votim se cila çështje jo të parashikohet në lidhje me atë çështje. Dhe duke qartë se problemi nuk është juridik, por është politik. Se mund dilet nga kjo situatë. Kemi edhe një deklarim nga zyra e presidentës se së shpejti mund të ftoj partit politike në konsulta, madje nuk përjashtohet edhe mundësia që vetë presidentja të drejtohet gjykatës kushtetuese. Për një interpretim tjetër, a ka vend të për një tjetër interpretim? Çfarë do të mund të prodhonte një situatë e tillë nëse presidentja do të merrte vendim që të drejtohet gjykatës kushtetuese, duke pas parasysh që tashmë kemi një vendim dhe partitë politike janë të betonuara në pozicionet e tyre? Fillimisht ndjej si obligim moral ashtu ta them edhe këtë çështjen e instrumentalizimit të gjykatës kushtetuese, për arsye që për çdo problem politik ne po e kemi një derë ashtu ose një adresë në të cilën deputetët i drejtohen dhe që është gjykata kushtetuese. Në këtë situatë ne e kemi thënë që problemi këtu nuk është juridik e kushtetues, problemi është patjetër politik, dhe këtë e vërtetoi edhe gjykata kushtetuese me aktgjykimin e saj, duke i thënë që është përgjegjësia e deputetëve që të vetë konstituohen dhe që të gjejnë një marrëveshje politike, dhe nga kjo mund të kuptojmë që problemi këtu nuk është juridik e kushtetues, por është një problem politik dhe një problem që rrjedh nga mosmarrëveshja politike e subjekteve politike. Kështu që një situatë të tillë nga deputetët nuk do duhet që të shihej që si adresë vetë me gjykata kushtetuese për çdo problem në të cilën kemi. Andaj patjetër që këtu prapë kemi një paqartësi realisht paqartësi nga deputetët ose nga subjektet politike që thonë dhe bartin përgjegjësinë nga njëra anë e tjetrën. Andaj secili reagim, po ashtu përfshirë edhe reagimin e presidentës së Republikës së Kosovës, nuk është obligim kushtetuesi saj që t'i thras partitë politike, mirë po kjo është një shkëndi pozitive që mundet që të ndihmojë në këtë situatë. Po, kjo situatë kemi pas edhe më herët një takim nga presidentja me subjektet politike, mirë po ai takim ishte i ofrit dhënës dhe nuk kishte ndonjë rezultat pozitiv, ashtu të themi, por presim dhe patjetër që ndoshta është një shkëndi pozitive nga presidentja e Republikës së Kosovës, megjithse nuk është obligim kushtetues, prapë e them i saj, se obligimi kushtetues i saj ka përfunduar në momentin e thirrjes së seancës konstituive, mirë po për këtë situatë ne presim një dakordim. Mirë po për secilin tentim. Sa mund të pritet dakordim kur kemi parasysh këmbguljen e lëvizjes vetëvendosur liderit VV-s Albin Kurti për kandidaturën e Albulena Haxhiut? Çdo tentim është i kotë pa pas një vullnet politike partijak, fillimisht nga subjekti më i madh i cili ka dalë nga zgjedhjet, e mandej edhe nga subjektet e tjera që të dalim nga kjo krizë. Insistimi edhe i subjektit vetëvendosje, po edhe insistimi i partive të tjera është një insistim i cili po na dërgon drejt ashtu fuqizimit të kësaj krizës në të cilën jemi, dhe se veç po e thellon krizën, nuk është që po shihen sinjale për dalje nga kriza. Patjetër kjo situatë është duke e thelluar krizën dhe është duke krijuar, tashmë veç është krijuar një praktikë negative, mirë po është duke thelluar kjo praktikë negative, dhe shpresojmë, besojmë që deputetët duhet që ta kenë këtë gjë parasysh dhe që në fund të fundit të lënë anashinatët personale e partijake dhe që ta gjejnë një marrëveshje lidhe me këtë çështje. I konvenon kjo situatë, zoti Kulçi? Kemi edhe deklarimet e Albulena Haxhiut që thotë se në momentin që unë nuk i siguroj 61 vota, tërhiqëm nga kandidatura në votimin e parë të fshet. Këto deklarime do të duhet që të bëheshin jo në publik, patjetër që në publik munden që të bëhen pas takimeve me subjekte politike, por këto deklarime janë deklarime të cilat do duhet që të bëheshin me subjekte politike, për arsye që është edhe detyrim kushtetues që ata të gjejnë një marrëveshje
që përmes marrëveshjes të gjejnë një zgjidhje, por ne po i shohim aktorët politik partijak që po bëjnë ashtu deklarata publike përmes mediave, por nuk po kanë ashtu vullnetin që të takohen më shpesh dhe që të takohen jo vetëm me Kurtin, po i cili rezultoi pa një po, e patëm atë takim mirë, po marrëveshje. takimet duhet që të jenë më të shpeshta, të e pa situatën e cila po vjen dhe në takime duhet që të shkojnë se cili subjekt politik me propozime të ndryshme, jo vetëm me një propozim, për me shumë propozime, njërë që sa më shpejt ashtu ndoshta, po jam i qartë, po ka shumë propozime, për shembull, se cila nga partitë politike mundet që ta jap një propozim, por ai të refuzohet si i tillë. Një propozim për shembull rreth një kandidaturë tjetër, sepse partitë e tjera mundet me u konsideru një gjë që tillë. mos ta votojnë Albulena Haxhiun, jo kandidatin e vetvendosjes, po janë betonu qëndrimet rreth një emri të përvetshëm, që është Albulena Haxhiu. Kjo situatë dhe realisht ky propozim nga subjektet e tjera mund të jetë njëri nga propozimet që ata do duhej që të uleshin në tavolinën e bisedimeve në mënyrë që të gjejnë një zgjidhje sa më shpejt. Mirë po, e rëndësishme është që këta t'i lënë anash interesat partijake politike e që të ulen në tavolinë të bisedojnë çështje, të bisedojnë shumë e shumë propozime në mënyrë që të arrijnë një situatë. Ndoshta këto fjalët ashtu ose këshillat e tona si shoqëri civile, po ashtu nga analistë të ndryshëm janë bërë ashtu të njëjta, mirë po kjo është zgjidhja. Marrëveshja këtë që e themi ne, këtë e ka thënë edhe gjykata kushtetuese në gjykimin e saj të fundit, ku tha që marrëveshja politike është çelësi i vetëm ose i duhur në lidhje me nëse dëshirojmë që të kemi një kuvend të konstituuar. Kështu që patjetër që partitë politike në bazë dhe në për hir të funksionimit demokratik e kushtetues të Republikës së Kosovës duhet që t'i lënë anash interesat e inatët partijake dhe që në sfond dhe në krye ta vënë interesin e përgjithshëm të qytetarit, për arsye që ne tashmë jemi duke përballur me shumë pasoja. Ne kemi edhe fondet e BE-s të cilat nuk arritëm që t'i marrim nga Nesër është një summit pikërisht në shkup për planin e rritjes të BE-s, nga i cili vetëm Kosova dhe Bosnia nuk kanë përfituar. Kosova, tashmë ndalën te Kosova. Për shkak të blokadës. Për shkak të blokadës në kuvend, për arsye që për t'i marrë ato benefite, realisht ne duhet që të i ratifikojmë marrëveshjen ndërkombëtare. Për t'i ratifikuar marrëveshjen ndërkombëtare duhen 2/3 e votave në kuvend. Për t'u dashur 2/3 e votave në kuvend, na duhet një kuvend. Kuvendit duhet që t'jeti konstituuar, ne nuk e kemi atë për arsye që jemi duke u marrë me inate dhe me emra të përvetshëm të deputetëve tashmë të legjislaturës së nëntë, kështu që kjo situatë është më shumë. Kjo situatë për mendimin tim kush përfiton kushtimisht shprehemi, sepse nuk përfiton askush, sepse nga mos konstituimin i institucioneve humb shumë vendyn, po subjektet politike, a e kanë vënë interesin partijak para interesit shtetëror? Me vetë faktin që po shtyhet ky konstituim, atëherë patjetër që interesi partijak për ta është shumë më i rëndësishëm se sa interesi i përgjithshëm, për arsye që nuk mundet që të jetë një emër i përvetshëm më i rëndësishëm se sa fondet e BE-s dhe po, realisht se sa fondet e BE-s të cilat janë me miliona euro, të cilat mundet që Kosova të shfrytëzojë për të mirën e qytetarëve, ndaj patjetër që ky është interes i përgjithshëm. Partitë politike këtë interes të përgjithshëm po e lënë anash duke u fokusuar në interesin partijak, po ashtu e kemi edhe funksionin mbikëqyrës të kuvendit të Republikës së Kosovës, i kemi çmimin e rritjes së energjisë elektrike, çmimin e rritjes së naftës. Nuk e kemi një autoritet mbikëqyrës që i mbikëqyr këto, për arsye që nuk kemi një kuvend të konstituuar që me komision i mbikëqyr këto autoritete, kështu që kjo situatë është më shqetësuese se sa duket, për arsye që kjo ndikon direkt edhe në interesat e përditshme të qytetarëve dhe në mënyrën e tyre të jetesës. Kurse cili do të ishte ndikimi i zërit qytetar në këtë situatë, sepse nuk ka një aktivizëm qytetar kundër këtyre zhvillimeve politike që ndodhin në vendin tonë, e që atakojnë direkt qytetarin. Ne si shoqëri civile, çdo para konstituimit, para realisht tentimit për konstituim të kuvendit, ne kemi ato aksionet tona simbolike dhe patjetër që qytetarët e Republikës së Kosovës mund që të na bashkohen në ato aksione dhe në ato protesta realisht, mirë po patjetër që secili qytetar duhet që të jetë një zë i
fuqishëm për këtë mos përfaqësim që është duke u bërë dhe për këto pasojat të cilat vetë se jemi duke i përjetuar nga mos konstituimi i kuvendit. Andaj patjetër që qytetarët e Republikës së Kosovës e kanë atë rëndësinë më të madhe në këtë situatë për arsye që ata kanë votuar në mënyrë që deputetët të na përfaqësojnë. Mirë po, qytetarët realisht vetë se e kanë përfunduar punën e tyre me votë, mirë po deputetët nuk e kanë përfunduar punën e tyre me konstituent e kuvendit. Andaj kjo është patjetër një keqpërdorim. Mesin e shoqërisë tonë, a ka inate edhe në mesin e shoqërisë tonë pikërisht për shkak të rreshtimeve të tyre politike dhe e mbulojnë fajin përgjegjësinë e partive përkase që i kanë votu. Këtu faj nuk mund të themi që është i qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ata qytetarë për mos reagim për këtë heqje. Sepse në një shtet normal demokratik nuk do të lejojë të ndodhte një gjë e tillë. Nesër është përpjekja e 40 për konstituimin e kuvendit. Ne po i shohim edhe shumë qytetarë të cilët reagojnë ose përmes rrjeteve sociale ose përmes edhe aksioneve simbolike. Kemi pas shumë figura të njohura e po ashtu edhe qytetarë të rëndëm të cilët edhe na u kanë bashkangjitur në aksionet simbolike, në protestat e tona e po ashtu edhe përmes reagimeve të tyre në shoqërinë në realisht në rrjete sociale ose kudo tjetër, dhe këtë gjë dhe këtë fakt që qytetarët nuk janë të kënaqur me këtë situatë e cila është e krijuar, unë jam i bindur dhe vlerësoj që edhe deputetët e dinë këtë fakt. Mirë po thjesht ata nuk po janë në gjendje që interesat e përgjithshme të këtyre qytetarëve që i kanë votuar që t'i përfaqësojnë, t'i vendosin para interesave partijake politike të cilat ashtu ju kanë mbyllur sytë deputetëve të Kuvendit Republikës së Kosovës. Aktgjykimi i Gjykatës Kushtetuese ata i bën më së shumti përgjegjës në lidhje me këtë situatë, duke ju treguar se rruga e vetme është një marrëveshje politike mes tyre, por ata as nuk po tentojnë tashmë nuk po tentojnë realisht të gjejnë, ata po takohen mirë, po nuk po gjejnë një marrëveshje. Dhe këto takime janë jashtëzakonisht e rralla, duhet takime sa më shpesh, duhet që të tentohet sa më shpesh në mënyrë që kur të vjen tentimi për konstituim të ketë një zgjidhje e jo një rutinë. Çfarë parashikoni ju si shoqëri civile? Cili mund të jetë epilogu i gjithë kësaj bllokade politike, blokade institucionale? Nëse veç vazhdohet me këto inate personale partijake, patjetër që ne nuk shohim epilog tjetër për pas një zvarritje dhe një krijimi një rutinës kështu të mërzitshme e cila vetë është krijuar dhe një vazhdim i saj. Patjetër që pa pas një reflektim nga partitë politike nuk mundet që të kemi epilog tjetër përveç epilogut zakonshëm i cili është bërë që shihemi pas 48 orëve që është një epilog shqetësues që është realisht është ndruar në normalitet, e ky normalitet është një normalitet i dhimbshëm, për arsye që nuk duhet që ti vetë përmbush deputetët një situatë e tillë, duhet që ta ndiejnë veten moralisht përgjegjës që të vinë në seancat e kuvendit, për arsye që kemi edhe plot deputet që edhe nuk vinë në seancat e kuvendit, në seancat konstitutive pra të kuvendit, duke ditur saktë që ajo seancë do të dështojë dhe duke u varur ashtu nga parimet partijake dhe nga vija partijake. Kështu që një situatë e tillë patjetër që është përgjegjës secili deputet dhe po ashtu edhe subjektet politike, mirë po secili deputet ka përgjegjësi dhe këto nuk kanë përgjegjësi vetëm subjektet, por siç e thash edhe më herët edhe secili vetë deputetëve. Po. Dhe emruesi përbashkët e gjithë kësaj është që as Gjykata Kushtetuese nuk po e zgjidh ngërçen. 30 ditë afat, çka pas 30 dite dhe prap mbetet një enigmë. Realisht ne nuk kemi ndonjë sankcion ose ndonjë pasojë që do të rrjedh pas çka nëse nuk konstituohet kuvendi edhe gjatë këtyre 30 ditëve, për arsye që ky afati 30 ditor vetë se ka filluar të rrjedh, mirë po nuk kanë filluar që të rrjedhin ato shkëndijat pozitive nga deputetët ose nga subjektet politike që do të ketë një marrëveshje. E kjo marrëveshje është përcaktuar si zgjidhja e vetme edhe nga gjykimi i Gjykatës Kushtetuese, andaj patjetër që nuk mundet që të presim ndonjë reflektim ose ndonjë pozitivitet nga këto seanca nëse nuk kemi një marrëveshje politike. Ne tashmë jemi edhe në pritje të secilit tentim, tashmë tentimi i radhës pritet që të jetë reagimi i presidentes që t'i ftojë subjektet politike, mirë po prap pas gjykimit i Gjykatës Kushtetuese e as mos pajtimi presidentes, as reagimi presidentes, po ashtu as takimi i ftuar nga zotri Kurti nuk është mbi vullnetin e deputetëve për të dalë nga kjo krizë, për arsye që përgjegjës kushtetues, përgjegjës moral në lidhje me këtë situatë janë vetë deputetët dhe askush tjetër.
Zoti Kolçit, faleminderit shumë që ishit në studio për këtë bashkëbisedim. Juve për mundësinë, ftesën dhe të gjitha. Biseduam pra me Melos Kolçin nga Instituti i Kosovës për Drejtësi. Është magazinën me materiale të përgatitura nga redaksia jonë. Komisionarja për zgjerim e Bashkimit Evropian Marta Kos nis në Shkup samitin dyditor me udhëhecit e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor për shpejtimin e zbatimit të planit evropian të rritjes për rajonin. Në takim do të marrin pjesë edhe kryeministri i Kosovës dhe presidenti i Serbisë. Udhëhecit nga Kosova, Shqipëria, Bosnia-Hercegovina, Malizi, Maqedonia e Veriut dhe Serbia, me komisionerën për zgjerim Marta Kos, pritet të përqendrohen në reformat kyçe për të zhbllokuar ndarjen e fondeve nga plani i rritjes. Komisioni Evropian tha se fondet do të sjellin përfitime të prekshme për qytetarët e shteteve kandidate për antarësim në Bashkimin Evropian para pranimin të tyre në blok. Aktualisht përveç Kosovës dhe Bosnia-Hercegovinës, të gjitha shtetet e tjera të Ballkanit Perëndimor kanë marrë fondet e para të parafinancimit. Bashkimi Evropian ka propozuar një instrument të ri financimi për 6 miliard euro në 3 vitet e ardhshme për Ballkanin Perëndimor, nga të cilat 4 miliard janë kredi dhe 2 miliard të tjera janë grante. Qeveria e Maqedonisë së Veriut njoftoi se kryeministri Maqedonas Mickoski do të ketë takim të ndarë me komisionerën Kos gjatë ditës dhe të dy më pas do të kenë një adresim të përbashkët. Të martën do të mbahen 2 panele, e para do t'i kushtohet planit të rritjes dhe e dyta për mekanizmat specifik dhe mbështetje për zbatimin e planit. Pjesa kryesore e samitit në Shkup do të zhvillohet ditën e martë, ku përveç të tjerash do të diskutohet edhe për propozimet dhe nismat e reja për bashkëpunim ekonomik përmes tregut të përbashkët rajonal dhe do të ketë 2 panele diskutimi. Në samit, Kosova do të përfaqësohet nga kryeministri në detyrë Albin Kurti. Ndërkaq, pjesëmarrës pritet të jetë edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Do të jetë kjo hera e parë që prej shumë muajsh Kurti e Vučić të përballen me njëri tjetrin në një samit të përbashkët të organizuar nga Bashkimi Evropian. Kosova aktualisht është me qeveri në detyrë dhe ngërçim politik në pamundësi për të konstituar kuvendin. Ndërkohë që prej afro 8 muaj Serbia po përballet me protesta të mëdha të studentëve dhe qytetarëve kundër korrupsionit dhe establishmentit të Vučićit. Gjatë takimit dyditor, Komisioni Evropian do të propozojë një paketë të investimeve në vlerë prej 87.7 milion eurosh nën kornizën ekzistuese të investimeve në Ballkanin Perëndimor, e cila pritet të tërheqë pothuajse gjysmë miliardi euro investime private për projekte të energjisë së pastër në mbar rajonin. Komisioni Evropian tha se qëllimi i planit të rritjes është të stimulojë ekonominë e Ballkanit Perëndimor dhe të ndihmojë shtetet e rajonit që t'i bashkohen bllokut. Kosova, që ende nuk i ka krijuar institucionet që prej përfundimit të zgjedhjeve të rregulla parlamentare, nuk ka përfituar nga plani i rritjes dhe humbjet e saj do të jenë më të mëdha nëse kuvendi nuk arrin që të konstituohet dhe të votojë për marrëveshjet me BE-n. Nga plani i rritjes parashihet që ajo të përfitojë mbi 800 milion euro. Kryeministri në detyrë Albin Kurti sonte do të marrë pjesë edhe në darkën e punës me liderët e 6 shteteve të Ballkanit Perëndimor që organizohet në Shkup në kuadër të samitit dyditor. Takimi është organizuar nga kryeministri i Maqedonisë së Veriut me synim forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe avancimin drejt integrimit evropian. Kurti të martën pritet të marrë pjesë edhe në panelin e parë të diskutimeve me fokus në planin evropian të rritjes për Ballkanin Perëndimor. Ndërkaq Bashkimi Evropian është deklaruar rreth testimeve të kryera në urën mbi lumin Ibër në Mitrovic. BE-ja ka konfirmuar se ajo është duke bërë vlerësimin e urës dhe zonës për rreth saj dhe se për këtë kanë qenë në mënyrë të duhur të njoftuar autoritetet e Kosovës dhe se këto testime nuk janë ndonjë sinjal se do të ketë ndonjë ndryshim në status quo e kësaj ure. BE është duke u koordinuar për së afërmi me partnerët ndërkombëtar në Kosovë lidhur me të ardhmen e urës. Në ndërkohë u bë thirrje autoriteteve të Kosovës që të përmbahen nga ndonjë veprimi një anshëm përfshirë dhe ndërtimin e urave bashkëngjitëse, thuhet në përgjigjen e zëdhënësit të BE-s. Në fund të kësaj përgjigje BE-ja përsërit
se të gjitha marrëveshjet nga dialogu mes Beogradit dhe Prishtinës përfshirë dhe ato lidhur me urën duhet të zbatohen në tërësi. Kallëzimet penale të Lidhjes Demokratike të Kosovës ndaj qeverisë pa mandate dhe pa një epilog, Prokuroria Speciale nuk ka dhënë detaje të reja, ndërkaq juristët vlerësojnë se kallëzimet e hapura ndikojnë në legitimitetin e punës së kryeministrit në detyrë Albin Kurti. Si duke qeveria në detyrë po vepron si të kishte mandat të freskët. Andaj përjedhojt kësaj situate në sirtaret e prokurorisë speciale po qëndrojnë 17 kallëzime penale ndaj saj, të dorëzuara nga Lidhja Demokratike e Kosovës tash një muaj më parë. Por për zhvillimet e fundit rreth këtyre kallëzimeve, ky institucion sot nuk pranoi të prononcohet. Ndërkohë veprimet e deputetit që aktualisht ushtron edhe rolin e kryeministrit në detyrë Albin Kurti, po cilësohen si vendime që të i kalojnë kompetencat ligjore dhe kushtetuese. Vullnet Bugaçku nga KDI shpreson që qeveria të frenohet me këto veprime. Janë të gjitha edhe me elementet të konfliktit të interesit dhe si rrjedhoj janë edhe vepra penale, prandaj edhe këto lloj veprime janë edhe të kundërlidhshme dhe të kundërshtueshme në kuptimin e asaj që janë bazë e mi që çdo palë e cila është e afektuar dhe mund t'i atakoj dhe mbas edhe t'i anulloj në instanca gjyqësore. Megjithatë kur ki mungesë të një kuvendi i cili nuk ka formuar ende, nuk ka zgjedhur ende një kryetar dhe nën kryetarët e saj dhe ende nuk është i konstituuar, kjo qeveri është edhe pa mandat, edhe pa legitimitet sepse ky kuvend i pa konstituar, por edhe nëse është i konstituar, nuk mund ta mbajë në kontroll një qeveri mandati se i ka skatuar. Mbajtja e postit të kryeministrit në detyrë me kompetenca të plota si dhe deputetit njëkohësisht nuk është as pak e pranueshme as për analistën politike Makbule Shkodra. Albin Kurti në fakt po sillet sikurse nuk ka pasur zgjedhje në Kosovë, pra sikur nuk ka ekzistuar fare nëntëshkurti dhe po vazhdon të mbaj dy pozita, pozitën e kryeministrit në largim apo në detyrë si doni quajeni dhe pozitën e deputetit. Dhe në anën tjetër, gjë që është shqetësuese është që në ekzekutiv ai po vazhdon të ushtroj kompetencat e plota. Shumë është e qartësuar mirë me ligj se çfarë kompetenca ka një qeveri e cila është në largim, pra nuk guxon të nënshkruajë marrëveshje ndërkombëtare, të cilat kërkojnë ratifikim të kuvendit, nuk mund të fillojë nisma dhe të hartoj strategji të reja dhe njëkohësisht nuk guxon të bëj emrime në pozita publike. Muaj më parë, kjo qeveri ndau 10 milion euro për Telekomin e Kosovës. Gjithashtu, u rritën edhe shtesat e dedikuara për nënat Lehona të papuna për 6 muaj, si dhe u miratua dhe vendimi për hartimin e planifikimit hapësinor për kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Vendime këto që po ashtu ngjallën reagime mbi legitimitetin e veprimeve të një ekzekutivi pa mandat të plot. Kryeministri në detyrë Albin Kurti dhe kryetari i Prishtinës Përparim Rama janë përplasur gjatë një ceremonie të vendosjes së gurthemelit të një qerdheje në kryeqytet. Kryetari i Prishtinës shpërfaqi kritika për qeverinë Kurti për pengimin, siç tha, e zhvillimit të kryeqytetit. Megjithse në të njëjtën ngjarje që do duhej të kishte më shumë elemente festive, kryeministri në detyrë Albin Kurti shfrytëzoi rastin që t'i tregonte kryetarit të Prishtinës Përparim Rama se do t'i humbasë zgjedhjet në kryeqytet. Zgjedhjet lokale janë paraparë që të zhvillohen më 12 tetor. Ndryshe, mbase me dikë tjetër, kryetari Rama pas vjeshtës do të gjeni punë tjetër. Por kësaj shpotije të Kurtit ju përgjigj kryetari i Prishtinës Përparim Rama duke e bërë përgjegjës se qeverinë e Kurtit për si shta sabotim të punës. Sigurisht që do të vazhdoj si kryetari i kryeqytetit edhe prap i lutem publikisht përkundër faktit që kryeministri kishte pas shef, kryeministrin e detyrë kishte pas shef kjo që të jetë ndryshe. Sot i lutem që nëse është ende në detyrë pas zgjedhjeve lokale ku unë prap do të jem kryetari i kryeqytetit, që të kemi një bashkëpunim të mirëfillt për të mirën e kryeqytetit.
Kryeministri në detyrë Kurti dhe kryetari Rama ishte parapart që të vënë gurthemelin e një qerdhe në bardhosh të Prishtinës dhe gjithë ngjarja kaloi me përplasje dhe mos pajtime ndërmjet tyre. Kurti që përfaqëson lëvizjen vetëvendosje dhe Rama i zgjedhur nga Lidhja Demokratike e Kosovës shpërfaqën mosdurim në deklarimet për bashkëpunim dhe realizim të projekteve për kryeqytetin. Përparim Rama i kërkoi Kurtit që ta zhbllokojë buxhetin e komunës dhe kritikoi qeverinë për pengim të realizimit të projekteve. Është mirë, po e sheni është mirë kur kemi një bashkëpunim mes nivelit qendror edhe kryeqytetit. Edhe po e shohim tash një fillim të mirëfillt këtu me një qerdhe në bardhosh. Kemi edhe një numër të madh të projekteve në kryeqytet që unë kisha dashur me ju lut kryeministrit në detyrë këtu publikisht që t'i zhbllokoj buxhetin e kryeqytetit i cili tashmë është i bllokuar, bartja po ashtu. Kryeministri në detyrë Albin Kurti duke u përgjigjur Ramës tha se është takuar me të disa herë dhe se investimet e qeverisë në Prishtinë janë mbi 12 milion euro. Fëmijët një mend janë të vegjël, po asnjë qerdhe nuk është minore. Çdo qerdhe duhet të trajtohet me seriozitetin më të madh, sepse bëhet fjalë për fëmijët. Së dyti, unë kam takuar kryetarin e komunës Prishtinës disa herë në zyrën time dhe investimet janë 12.234.000 euro në fushën e arsimit në kryeqytet dhe këtu jemi për fushën e arsimit, jo për çështjet e tjera. Kritika ndaj Ramës kishte edhe ministrja në detyrë e arsimit Arbriana Gavci, e cila tha se me të është takuar shumë më shpesh. Ne jemi taku bashkë, kur keni marrë mandatin, siç e kujtohet, unë kam vizituar në zyre dhe kam kërkuar nga ju që të na ofroni mundësitë që të investojmë për fëmijët e komunës së Prishtinës. Deri më tani, secilën prej kërkesave të komunës së Prishtinës, flas për Ministrinë e Arsimit, e kemi plotësuar më një herë. Dhe ju garantoj që çdo kërkesë formale që ju e sjellni sipas legjislacionit në fuqi do të realizohet më një herë, sepse e dim sa është e nevojshme investimi. Përplasjet e nivelit lokal me atë qendror janë prej 4 vjetësh dhe Rama e ka fajsuar prej shumë kohësh qeverinë Kurti edhe për pengimin e realizimit të projekteve në rrugën A dhe rrugën B, si dhe atë të qendrës së Prishtinës. Punëtorët e sigurimit në QKUK edhe sot protestuan para administratës qendrore pas ndërprerjes së kontratave të punës. Ata përmes kësaj proteste po kërkojnë garancinë nga drejtoria e SSHKUK-s për kushte më të mira të punës, si dhe po kërkojnë të kthehen nën menaxhim të QKUK-s. Me kontrata të ndërprera dhe me pasiguri për nesër, punëtorët e sigurimit janë kthyer sërish para dyerve të administratës qendrore, jo si pjesë e stafit, por si protestues. Të përjashtuar nga sistemi pas ndërprerjes së kontratës me kompaninë private, ata kërkojnë kthim në punë dhe trajtim të dinjitetshëm si punëtor të QKUK-s, e jo si mall që tenderohet muaj pas muajsh. Për ta, uniforma nuk është thjesht veshje, por simbol i 15 apo 27 viteve punë të pandërprera. I bom pyetje drejtorit, tha, unë nuk kam kurfar garancie se jam tjetër pozitë në drejtori. Am prap rast për më kthy punëtor punë, do të bëjmë një takim me drejtorin Osman Hajdarin, që nëse morim një garanci që të kthehem na punëtor të punë sot, na po kthehemi në punë. Po nëse nuk kthehemi, na jemi në protestë, edhe do të fillojmë grevës deri sot realizohen kërkesat tona përmes drejtorit QKUK-s Osman Hajdar. Nga një anë vendimi OSHB-s e nga ana tjetër mungesa garancive nga drejtoria i ka lënë punëtorët në një zbrasti të plotë. Kena kredina, kena të në xhenet, dikush mbarët vetëm beqisoj rroge edhe nga mirë kërkajsh. Protesta vjen një javë pas vendimit të OSHB-s për ndërprerjen e kontratës së sigurisë me kompaninë private. Nga atëherë, siguria në QKUK është marrë përsipër nga Policia e Kosovës. Ndërkaq kryetari i sindikatës së punëtorëve privat, Jusuf Azemi, kërkoi 3 ditë kohë për të bërë presion institucional. 3 ditë afat që të bëjmë presion në prokurimin publik të QKUK-s dhe në OSHB. Nëse zgjedhin problemin, mirë. Nëse nuk e zgjedhin problemin, pas 3 dite, para OSHP-s, që është organ që mund me vendos mrena dite dhe ta zgjedhin këtë problem. Për ndryshe, nëse na nuk bëjmë presion,
afati maksimal është që mund me në vanu 2 muaj ditë. Junus, na jep një afat me kryetarin dhe bashkëpunëtorin për 3 ditë të këshirëm çka mujna me bo. Nëse nuk mujna me bo, ju thrasim para është për jetë të shkojmë që të shtina mund konkrisht dhe me zgjedhë këtë problem mrena dite. Derisa institucionet hedhin përgjegjësinë nga njëra tek tjetra, këta punëtorë mbesin në pritje, jo vetëm të një përgjigje, por të trajtimit si pjesë e sistemit që për vite me radhë e kanë mbrojtur. Prokuroria speciale ka ngritur akt akuzë në mungesë kundër të pandehurve me inicialet JJ dhe VT për veprën penale krim i luftës kundër popullsisë civile. Si pas njoftimit të prokurorisë, ata akuzohen për krime lufte gjatë periudhës 1998-99 në fshatin Kaçanik i Vjetër në komunën e Kaçanikut. Si pas akt akuzës të pandehurit në bashkëkryer me pjesëtar të tjerë të forcave policore dhe ushtarake serbe, kanë kryer vrasjen e 2 viktimave, RE dhe MH, thuhet në njoftim. Hetimet thuhet se kanë vërtetuar se gjatë kësaj periudhe JJ dhe VT kanë rrahur, kanë shkaktuar maltretime fizike dhe psikike dhe kanë plaçkitur pasurinë e luajtshme të dëmtuarit SH dhe viktimave tani të ndjen MH dhe RE. Në mbështetje të kodit të procedurës penale, Prokuroria Speciale i ka propozuar gjykatës themelore në Prishtinë që të mbajë gjykimin në mungesë për shkak se të pandehurit janë të parritshëm për organet e drejtësisë, thuhet në njoftim. 3 zyrtarë policor janë arrestuar sot në qytetin e Klinës në ndyshimet se kanë ushtruar dhunë fizike ndaj një të ndaluarit, duke tejkaluar kështu kompetencat e tyre zyrtare. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Prokurorisë Themelore në Pej, Shkodran Nikçi, i cili bëri të ditur se incidenti ka ndodhur gjatë një operacioni policor për arrestimin e një personi të dyshuar për veprën penale kanosje. Sipas raportit fillestar, patrulla policore ka ndërhyrë në një shtëpi në Klinë për të arrestuar një të dyshuar për kanosje. Pas arrestimit, i dyshuari është dërguar në mbajtje për 48 orë, ka deklaruar Nikçi. Këtu e përfundojmë magazinën informative 21 drejt për drejt. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbëngjes.